Edhe shoh lokale që janë ndoshta ngjit me një tjetrin, njëri është plot, tjetri është bosh. Ç'a dinoj që ka lokalin plot? Mendoj që suksesi është shërbimi te çdo lokalit, është shërbimi. Që ti arrin të shërbesh mirë te klientat, ti përcjellesh atë që klientat duan, ti mund bësh një lokal edhe mund të shesish kafen që nuk e dëshirojnë njerëzit që janë në atë zonë, se edhe Tirana është me zona, jo gjithë Tirana është njësoj. Në televizion atë kohë ishte pjesa e kafes, do të kafe shumë mirë, edhe shërbimi shumë i shpejtë dhe mirë. Edhe kështu arrita unë që krijova një klientel shumë mirë dhe kam pas realisht tek unë kanë qenë Edi Rama, Ilir Meta, pas klienta VIP në atë kohë. Edhe por lokali është shumë i mirë për një moshë të caktuar. Në atë moshë që isha unë ishte shumë i mirë, pastaj vjen një moment që është shumë i lodhshëm. Edhe duhet të bëj diçka tjetër. Nuk është që do të të pjesën e gjithkohës në punë, edhe gjithkohës jenë në tension, se mos ndodh diçka, se mos këtu në Shqipëri normalisht funksionon kjo, jo tatimet, jo bashkia, jo këto gjërat që janë pengesë e biznesit në një mënyrë. Edhe ndaj mosha është kryesore për një lokal, mendoj unë. Nuk është tani për shembull nuk e bëj dot. Këtë moshë që jam sot nuk e bëj dot, edhe sikur ma falin lokal nuk e bëj dot.